ndoshta njëna prej arsyeve pse unë kam qëndruar në vendosje është edhe çështja e bashkimit kombëtar. Në fakt duket si e pamundur shkaku i kontesteve sot, aspekteve të ndryshme edhe zhvillimeve të cilat janë si në Kosovë, si në Shqipëri, po ashtu edhe mbi bazën e tërësisë se si po zhvillohen gjërat tash në Evropë në botë. Mirë po, unë prej babës e gjyshit e stërgjyshit e gjithmonë jam eduku që herdo kur bashkimi kombëtar do të vijë. Dhe sot çka shohim ne është një lloj integrimi në aspektin kulturor, për bashkimin në aspektin e teksteve shkollore, e martesave të përbashkëta që kanë ekzistuar atëherë, mirë po për shkak të kufive ka qenë e pamundur. Dhe sot kjo shihet si e mundur sepse Tirana dhe Prishtina janë shumë afër. Madje nuk dallojnë kuptimin gjuhësor, nuk dallojnë as në kuptimin kulturor. Dhe sot e shoh këtë bashkim në kuptimin jo vetëm emocional, por besoj që do të vi koha kur ky bashkim pra do të bëhet duke i larguar edhe kufit edhe duke ndërtuar ta themi një formë të bashkimit varësisht Qysh e keni menduar si lëvizje vetëvendosje pra? Po ne si vetëvendosje kemi menduar një bashkim formal me Shqipërinë, ku Kosova dhe Shqipëria pra ekziston një shtet vetëm, një përmirësim të gabimit historik i cili është bë kundër shqiptarëve, dhe ky përmirësim i gabimit realisht ka qenë pjesë e programit tonë dhe natyrisht ne për herë kemi thonë që bashkimi s'pari ndodh si bashkim në sfera të ndryshme për të arritur deri te bashkimi ta themi përfundimtar i shqiptarëve në një shtet vetëm, në një territor të vetëm. Mirë po, siç duket, këtu ka punë për të bërë, sepse tashmë nëse evrejni janë krijuar edhe kundërshtic, sepse duke thonë bashkimi kombëtar këndej pavarësia e Kosovës, flamuri i Kosovës, siç po duket, me kohë do të rrjedhin edhe kundërshtia edhe nga brenda, sepse nga brenda në Kosovë po thoni. Po sigurisht. Sepse tash po vrej që edhe në Republikën e Kosovës ka qytetarë të cilët dhe shohin burimin e sovranitetit jo vetëm në aspektin territorial, mirë po edhe në aspektin kultural, e gjuhësor, e ekonomik, dhe natyrisht me duan shtetin e vet. Mirë po, mendoj që për herë në shoqërinë tonë, si në Kosovë, në Shqipëri dhe gjithandej ku ka shqiptar, do të mbizotëroj ideja e bashkimit, sepse nuk është vetëm ëndër. Tash kur themi ëndër, gjuhemi në fiksion. Unë mendoj që për te ëndrës ajo duhet bëhet realitet, qoftë nga fëmijët e mi, nipat e mi, nipat tonë, fëmijët e gjeneratave të reja. Por, po thoni që edhe pse ende nuk është realizuar dhe ka qenë një prej premtimeve ndoshta kyçe dhe kauzë shumë e rëndësishme vetëvendosjes në të ardhmen mund të ndodhë. Tani po shpresoni në një integrim, themi kështu, mes Kosovës e Shqipërisë. Si mund të jetë ndoshta i mundur ky integrim të jetë më i madh kur dy krerët e dy shteteve pra nuk i kanë edhe raportet e mira? Po pavarësisht kësaj, Kosova dhe Shqipëria, tash nuk du me hy këtu në polemika politike. Kosova dhe Shqipëria janë, ta themi, jo vetëm shtete mike, mirë po janë, ta themi, dy shtete të së njëjtit këmbë. Dhe pavarësisht që Edi Rama ka hera përzihet në aspektet të brendshme të Republikës së Kosovës, duke mundu që përmes diskursit ti determinoj edhe politika këto, e që me Kurti nuk mundet. Unë mendoj që raportet tona janë aq thella, sa thënë shumë thjesht nuk kemi pra ku ta çojmë njëri tjetrin.